Jam fan si I pari I Iglitares, Edi Reja përkufizon veten kështu, me të si trener dhe shqiptarin si drejtor sportiv dhe I gjithfar punësh, Lazio ishte shumë pranë kualifikimit në Champions League se në sezonin 2010-2011 u rendit e pesta vetëm për shkak të diferencës së golave, ashtu edhe në sezonin 2011-2012 e katërta, por atëherë Italia kishte vetëm 3 vende në Champions League, duke luftuar deri në fund me Udinesen e Sanchezit, Di Natales, Handanovicit dhe Benatias. Dhe ta mendosh që në sezonin 2009-2010 Bardekaldrit rrezikonin rënien nga kategoria. Ishte pikërisht puna e Tares apo ishte bërë drejtor sportiv që e solli Lazion aty ku I takonte më shumë, ka treguar Reja. Me të Milan I fiton një profesionist serioz, të kujdesshëm, ambicioz dhe të aftë. Di që edhe Paolo Maldini kishte dëshiruar në klub disa vjet më parë, për mua kuqezinë kanë zgjedhur njeriun e duhur për të rifilluar, thot ai. Çfarë kujtoni nga bashkëpunimi me Taren? Për mua ka qenë një përvojë e jashtëzakonshme, punon si I çmendur. Qëndron në zyrë gjithë ditën, nuk heq kurrë vëmendje nga puna, shikon video pa pushim, 24 orë në 24 dhe ajo që është mbreslënse është se I sheh vetëm, nuk dëshiron të ndikojnë në gjykimet e tij. Çfarë nën kuptoni? Vendimin për blerjet e bën ai, pra dëshiron të jetë I bindur për lojtarët që merr. Nuk do të merrte kurrë një lojtar pa e studiuar me kujdes, pavarësisht se kush e sugjeron. Çfarë goditje shkujtoni prej tij? Mos holli Hernanesin që luante ende në Brazil, po ashtu si Felipe Andersonin apo Andre Diaz për vite me radhë shtyll mbrojtjeja e Lazios. Igli është një skaut shumë I aftë, zgjedh lojtarë funksional, ka nuhatje, mori Lichtsteinerin e ndeshur të ri, por më dhuroi edhe Miroslav Klosen, që është lojtari më I fortë që kam pasur. Dinte të identifikonte talentet që ishin gati të shpërthenin, por edhe lojtarët me përvojë që mund të ngrinin nivelin e skuadrës. Klose ishte mik I tij, erdhi në Rom me skepticizmin të përgjithshëm sepse te Bayerni nuk luante më, por në Rom Miro Klose bëri mirë për një kohë të gjatë duke fituar Kupën e Botës si protagonist. Merita nuk ishte vetëm e Kloses, profesionist I madh, por edhe I Iglitares që I kishte besuar. Ai dëgjonte kërkesat e tij për merkato? Po, midis nesh kishte dialog, nuk vepronte sipas kapriçove të veta. Më mori Marketin që e doja shumë, po ashtu edhe Kandrevën, por kam një pendes të madhe. Cilën? Kishte marrë Mirandën që ishte ende I panjohur, por për arsye burokratike jo të lidhura me Taren, marrëveshja dështoi dhe Miranda luajti për vite me radhë me Atletico Madrid dhe pastaj te Interi, do të më kishte pëlqyer ta stërvisja. Ka pasur edhe dështime apo jo? Sigurisht, por kjo është normale dhe Lazio në atë kohë kishte kufizime financiare, nuk ishte punë e lehtë. Si I udhëheq ai negociatat? Nuk e di me siguri, nuk isha aty, por duke parë lojtarët që ka marrë gjatë viteve, do të thosha që është I mirë dhe në këtë aspekt. A mund të përballoj presionin e një klubi si Milani? Për mua ai është zgjedhja ideale për Milanin që do ta ndihmojë ta rindërtoj klubin, po flasim për një person të aftë dhe karakteri I tij është shumë I fortë. Nuk e përkulin apo tremb asgjë, dëshiron të arrijë qëllimet që vendos për vete, e konsideroj kokë fort, por duke qenë dhe ambicioz do të thosha se kjo është një gjë e mirë.